Komisioni Evropian parashë fillimin e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën në fund të këtij muaji dhe përmbylljen e tyre deri në pranverën e vitit të ardhshëm. Raporti i Komisionit i publikuar sot vlerëson lart procesin e bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe rëndësinë e zbatimit të marrëveshjeve të drejtanishme për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dy vendeve. Ai vën në pa ndërkaq edhe sfidat që presin Kosovën në të ardhmen, posaçërisht në fushën e sundimit ligjit dhe luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Nga Prishtina njofton korrespondenti i Zërit Amerikës Besim Abazi. Bashkimi Evropian do të nisë negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën me 28 tetor. Afati i fillimit të këtyre negociatave dhe përfundimit të tyre në pranverën e vitit 2014 me synimin që marrëveshjet nënshkruhet në verën e ardhshme është pjesë e raportit të progresit të Komisionit Evropian për shtetet që aspirojnë në anëtarësimin e Bashkimit Evropian, përfshirë edhe raportin për Kosovën. Në raportin e publikuar nga Komisionari për Zgjerim i Bashkimit Evropian Stefan Füle, Kosovës i kërkohet përmbushja e disa çështjeve me përparësi lidhur me sundimin e ligjit dhe luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Duke bërë thirrje për reforma në fushën e sundimit të ligjit, raporti përfshin kërkesat që Kosova të jap dëshmi konkrete për këtë luftë. Po ashtu Komisioni kërkon hapa të menjëhershëm kundër gjuhës së urrëties, duke radhitur në mesin e shqetësimeve për Kosovën sulme ndaj komunitetit me orientim homoseksual, si dhe veprime ndaj medias dhe shprehjes së lirë. Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në Prishtinë Samuel Zhbogar tha se Kosova duhet të vazhdojë me normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, zbatimin e marrëveshjeve ekzistuese dhe realizimin e marrëveshjeve të reja. The elections in November to be free and fair, transparent and without the flaws. Zgjedhjet lokale të planifikuara për datën 3 nëntor do të jenë një sprovë e rëndësishme për të gjithë të angazhuarit për demokracinë në Kosovë, prandaj është e rëndësishme që ato zgjedhje të jenë demokratike, gjithëpërfshirëse e të lira, tha zoti Zhbogar, i cili gjatë ditës u dorëzoi autoriteteve të Kosovës raportin e komisionit. Udhëheqësit e institucioneve u zotuan se zgjedhjet e raportit do të shqyrtohen seriozisht dhe do të merren të gjitha veprimet për përmbushjen e detyrimeve për Kosovën. Ministri i Integrimeve Evropiane Vlora Çitaku tha se raporti paraqet përparimin e Kosovës në procesin integrues në Bashkimin Evropian. Ne jemi të vetëdijshëm se puna jonë nuk ka përfunduar. Përkundrazi, tani është vetëm fillimi dhe zbatimi i reformave dhe i kritereve të Bashkimit Evropian tashmë ka hyrë në binarët e duhur dhe tani, më shumë se kur, vendi ynë, institucionet tona, qeveria, kuvendi, institucionet e pavarura, duhet të japin angazhimin maksimal. Me 28 tetor është paralajmëruar takimi i parë për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën, ndërsa mosnjoja pavarësisë e saj nga 5 vende anëtare të Bashkimit Evropian ka bërë që kjo marrëveshje të mos ketë nevojë të ratifikohet nga parlamentet e shteteve anëtare. Bisedimet me Serbinë ishin ato që siguruan fillimin e këtyre negociatave dhe Komisioni Evropian e ka cilësuar vitin 2013 si periudhë historike për Kosovën për shkak të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë të arritur në bisedimet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Serbia nga ana tjetër do të marrë rekomandimin për fillimin e bisedimeve për anëtarësim dhe pritet që në dhjetor Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian të vendosë datën e bisedimeve me Serbinë për në muajin janar të vitit të ardhshëm. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.